Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma, jeni me rubrikën e përjavshme Javori këtu në Radio Televizionin Presheva. Në kuadër të rubrikës sonë Javori, ne bëjmë një përmbledhje të ngjarjeve më kryesore që janë evituar në vendin ton nga dita e hënë deri ditën e diel. Për gjithë ata që nuk na kanë përcjellë rregullisht, ju rikujtojmë edhe një herë tema që ishin më interesante. Për datën 25 mars, garat rajonale të recituesve nxënësve të shkollave të mesme që janë mbajtur në qytetin e Vitis, vendi i pari ka atakuar nxënësës së shkollës mesme teknike Presheva në Preshev, Arbenita Bajramin, ndërsa vendi i tretë Elbasan Sahitit, po nga e njëjta shkollë. Pjesëmarrësit kanë vlerësuar se këtë vit ka qenë një konkurrencë më e fortë në dallim me vitet e tjera dhe se kjo ngjarje ka marrë karakter shumë të fuqishëm në prezantim të cilësisë dhe përfaqësimit të denjë shkollave të mesme në këtë garë. Rubrika në vazhdim. Po si një krahor ti dhe mosh gjuhë e zjarrt. Do që ti të jesh i pari për triumfin lajmëtar. Arbenita Bajrami dhe Elbasan Saiti nga shkolla mesme teknike Presheva kanë marrë 2 çmimet kryesore të garave rajonale të recituesve në kuadër të manifestimit kulturo-sportiv Flakadani i Karadakut. Pjesëmarrësit kanë vlerësuar se këtë vit ka qenë një konkurrencë më e fortë se vitet e tjera dhe se kjo ngjarje po merr karakter shumë të fuqishëm në prezantim të cilësisë dhe përfaqësim të denjtë të shkollave të mesme në këtë garë. Megjithatë, 2 nxënësit nga Presheva, Arbenita me performancën e saj zuri vendin e parë, ndërsa Elbasani vendin e tretë. Pikë pari do të thotë ndihem e privilegjuar që të marr pjesë në një manifestim të tillë që dedikohet komandant të mjekrës. Kështu do të thotë ishte ky çmim i dedikohet të gjithë dëshmorëve të rënë, po ashtu ishte një garë e rëndësishme për ne, edhe kështu pas një mundi do thotë të tillë, arritëm që ta marrim këtë çmim. Falë do thotë për kushtimit tonë dhe do thotë për kushtimit të profesoreshës së gjuhës shqipe Hidajete, ne arritëm që do thotë ta rrëmbenim këtë çmim dhe kështu pikë pari do thotë ndihem e lumtur, edhe nuk e kam pritur një çmim të tillë, po do thotë ishte një garë shumë e rëndësishme dhe e mirë për ne. Unë mendoj se për këtë kontribut që e dham edhe ne shkolla mesme teknike Presheva, ne kontribuam për hir të komandantit Niazi Azemit, i cili kontriboi për atë ku edhe e la jetën e vet. Ndërsa shpreh kënaqësinë që isha pjesëmarrës në recitimet ku mbajtën atje në Viti, ku edhe morëm një vend, u dalluam në shkolla mesme teknike Presheva në Preshev. Njështu mund të them se edhe çdo herë ne mund të kontribuojmë për të gjithë dëshmorët të cilët luftuan për ushtrinë çlirimtare të Preshevës, Medexhës dhe Bujanocit, njështu edhe të ushtrisë të Kosovës. Mund të themi se Presheva do të kontribuojë edhe më tepër gjatë garave të cilat do të mbahen për hir të këtyre dëshmorëve. Edhe për drejtorin e shkollës së mesme teknike Tela Tarifi, ky sukses ka një rëndësi të veçantë. Këta 2 nxënës i përgëzoj dhe i falenderoj që arritën këtë sukses, që shkolla jonë u përmend 2 herë atje, dhe se të ardhmë besoj se nuk do të lëshojmë asnjë aktivitet të tillë pa marrë parasysh se ku na ftojnë. Edhe një herë kisha dëshirë që të përgëzoj edhe aktivin e gjuhës shqipe, konkretisht profesoreshën Hidajete Aliti dhe nxënësit të gjithë ata që morën pjesë, si dhe stafi im që ishte në përcjellje të këtyre nxënësve atje, dhe Hasim Noiu i cili neve na informoi dhe na bëri ftesë në emër të shtëpisë kulturës, na i përçolli ftesën këtu në shkollë. Në emër të jurisë profesionale, profesoresha shqipe si Arina ka thënë se kjo ishte një garë fortë mes nxënësve dhe se ky aktivitet për çdo vit po forcohet me cilësi dhe angazhim më të madh të pjesëmarrësve. Për më të dalluarit, organizatorët kanë ndarë edhe mirënjohje. Manifestimi i Flakadani i Karadakut personifikon veprën e legjendës së maleve të Karadakut, Niazi Azemi, komandant mjekra, i cili ra heroikisht në krye të detyrës së komandantit brigadës 115 Karadaku dhe zëvendës komandanti i zonës operative të Preshevës në ushtrinë çlirimtare për Preshev, Medvegjë dhe Bujanoc. Ndërsa më datën 26 mars, ditë e marrë në mbledhjen e mbajtur të Këshillit Komunal në Preshev, anëtarët prezent kanë shqyrtuar dhe miratuar raportin e punës dhe atë financiar për vitin 2012-2013 të Shtëpisë së Shëndetit Presheva në Preshev dhe ndërmarrjes publike e Moravica.
Në mbledhjen e mbajtur sot të Këshillit Komunal në Preshev, antarët prezent shqyrtuan dhe miratuan raportin e punës dhe atë financiar për vitin 2012-2013 të shtëpisë së shëndetit Presheva në Preshev dhe të ndërmarrjes publike Moravica. Në kuadër të kësaj mbledhje, pikat e tjera të rendit të ditës ishin edhe dhënia e pëlqimit mbi sistematizimin e punëve dhe detyrave në Shtëpinë e Kulturës Abdullah Krashnica në Preshev, shqyrtimi i kërkesave dhe pika të ndryshme që ka të bëjë me pyetjet të qytetarëve. Po janë edhe më tutje raportet e punës për vitin 2012 të institucioneve Shtëpia e Shëndetit dhe Ndërmarrja Publike Moravica. Këtë ndërmarrjes publike Moravica në një mbledhje të mëhershme të Këshillit Komunal kemi kthyer mbrapa dhe është përpunuar edhe një herë, ndërkohë sot është miratuar dhe i procedohet Kuvendi Komunal për shqyrtim dhe miratim. Ndërsa raportin e punës për vitin 2012 dhe programin e punës për vitin 2013 të Shtëpisë së Shëndetit e kemi rikthyer edhe një herë Këshillit Drejtues në shqyrtim sepse kishte defekte të konsiderueshme, prandaj opinioni i Këshillit Komunal Komunës Preshevës ishte që ta rikthejmë mbrapa. Ndërkohë, pikë tjetër rendi ditës si rëndom janë kërkesat e qytetarëve dhe institucioneve drejtuar Këshillit Komunal Komunës Preshevës. Këto i kemi shqyrtuar me një përpikri të veçantë dhe atje ku kemi pa të arsyeshme Këshilli Komunal ka miratuar pozitivisht kërkesat e qytetarëve përkatësisht institucioneve. Pikat e miratuara sot adresohen në Kuvendin Komunal në Preshev për shqyrtim nga ana e këshilltarëve komunal. Në më datën 27 mars, si ngjarje më kryesore është vlerësuar se 2 çmime i kanë takuar Preshevës në manifestimin kulturo-sportiv në viti. Organizata për kulturë fizike në futboll të madh ka zënë vendin e dytë, ndërsa shoqëria kulturo-artistike Presheva Johon ka marrë çmimin Orkestra më e mirë. Organizata për kulturë fizike dhe shoqëria kulturore artistike Presheva Johon janë kthyer me 2 çmime nga manifestimi tradicional kulturor sportiv Flakadani Karadaku 2013, i cili mbahet për nder të veprës së Niazi Azemit, komandant mjekrës. Organizata për kulturë fizike me ekipen që ka bërë nga seleksionimi i ligës komunale ka shkuar deri në finale ku ndeshjen e fundit e humbi me rezultat 4-0. Por sekretari i OKF-s në Preshev Deri Majvazi thot se me vetëm një javë punë është arritur ky sukses, ndërsa ekipi nga Presheva ka qenë në urdhrat e trajnerit Orhan Omeri. Ne si organizatë e kulturës fizike kemi bërë seleksionimin për një periudhë shumë të shkurtë, domethënë një javore, seleksionimin e ligës komunale që po zhvillohet në fushën e vogël futbollit. Kena përgatitur një ekip në futboll të madh. Si trajner i kësaj ekipe ishte Orhan Omeri, bashkëpunëtor profesional i pavarur. Në ndeshjen e parë 25-in, tretin, e cila u zhvillua nga klubi futbollistik Vitia, ekipi jonë nga Presheva arriti që në pjesën e parë ishte rezultati 1-1, ndërsa pjesën e dytë rezultati ishte 2-2. Mirë po, u vazhdua me penalti, ekipi jonë fitoi me rezultat 3-4 në favor të ekipit Presheva. Ndërsa ditën e me 26-in në tretin 2013 u zhvillua, domethënë klubi i Preshevës e zhvilloi ndeshjen me vllaznie nga Pozherani, mirë po ekipi jonë nuk arriti të plasohet në finale dhe humbëm me rezultat 4-0. Me rëndësi ishte domethënë pjesëmarrja në turnirin tradicional Niazi Azemit, i cili ka dhënë një kontribut, e ka dhënë më shtretën për vendin tonë, e ka dhënë jetë. Edhe shoqëria kulturore artistike Presheva Johon këtë herë në viti është përblyer me çmimin Orkestra më e mirë, ndërsa udhëheqësi i kësaj shoqërie Hasim Nuhio thot se ky çmim ka rëndësinë e veçantë. Morëm çmimin e orkestrit më të shkëlqyeshëm nga 12 shoqëritë dhe ansamblet kulturore artistike, të cilat ishin nga të gjitha trevat, nga Kosova, Shqipëria, Malizi, Maqedonia dhe ne si Luginë e Preshevës, apo konkretisht Presheva Johon nga Presheva. Për ne kjo do të thotë një entuziazëm, një nxitje, një inkurajim për punë të më të tjeshme se gjithherë kom cek dhe mund të them me plot gojen, me plot krenari se në çdo festival jemi duke arritur suksese më të larta dhe kjo na shtyn që t'jemi edhe më të suksesshëm në vazhdim.
Festivali Flakadani Karadakut kuptohet se është një nga festivalet më të rëndësishme për arsye se bëhet fjalë për personalitetin e komandant mjekrës Niazi Azemit. Manifestimi tradicional kulturor sportiv Flakadani Karadakut mbahet çdo vit në viti, ku kujtohet jeta dhe vepra e komandant mjekrës, i cili më 26 mars 2001 ka ndruar jetë nën uniformën e ushtrisë çlirimtare për Preshev Medvegje Bujanoc në Karadakun e Preshevës. Ndërsa gjatë ditës së ejte, datë 28 mars, kryetari i trupit koordinu Zoran Stanković ka vizituar basin lokale Konçul. Ai nga fshatarët ka dëgjuar problemet e shumta që i prekupojnë ata, sidomos për pasigurinë që kanë nga forcat e ushtrisë serbe. Ka premtime se problemet e banorëve do zgjidhen shumë shpejt, por pa dhënë afate kohore se deri kur. Po ashtu, më datë 28 mars, ditë e njëjtë, kryetarët e komunave të Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjes, gjatë takimit përbashkët që patën me ambasadorin e Britanisë të Madhe në Beograd, Michael Davenport, kërkuan qasje më të madhe qeverisë serbe për zgjedhjen e problemeve në lugin të Preshevës, ndërsa ambasadori ka marrë pjesë edhe në përfundimin e kursit gjuhës serbe nga ana e të rinjve shqiptar. Një javë pas protestës së banorëve të fshatit Konçul, kryetari i trupit koordinues Zoran Stanković e pa ato udhës që sot të vizitoj këtë vend banim e të bashkëbisedoj me banorët vendas për problemet e tyre. Në takimin sy me sy, banorët Stankovićit i kërkuan qarkullim të lirë, largimin e forcave të shumta të ushtrisë e xhandarmerisë, por duke sugjeruar që fjalët e tyre të mos mbeten pezull, ashtu siç e la Nebojša Çović. Kryetari i bashkësisë lokale Zulkefli Miftari ka thënë se tash më shumë se një dekadë banorët e Konçulit janë të izoluar. Pasi që fshati Konçul kufizohet në pjesën më të madhe në Kosovën, problemet të lëvizjes së lirë të banorëve, ne si banorë të këtij fshati nuk dimë se në çfarë distancë gjendet vija kufitare. Dy bashkëshatarë tanë janë keq trajtuar dhe atë pas një shkaz dhe arsye të vetme. Edhe pse vendi ku ndodh rasti janë pronat private të fshatarëve. Problemi tjetër ajo është në pronat private janë vendosur ushtria dhe ato prona nuk mund të shfrytëzojnë pronarët, por zona rreth këtij vendi është e bllokuar e tëra. Problemi numër 3. Me marrëveshjen e arritur në mes të qeverisë së Kosovës dhe qeverisë së Serbisë, shteti i Serbisë filloi të ndërtojnë objekte përcjellëse kufitare në pronat private, por ato pa kurrë far paralajmërimi tek pronarët e atyre pronave. Prapë u uzurpuan tokat tona pa ndjekur asnjë rrugë ligjore. Këto hallet të banorëve megjithatë duhet të dalin në letër për të gjetur zgjidhjen e tyre. E me këtë rast edhe Stanković thotë se zgjidhja e problemeve do të bëhet shumë shpejt. Jepni një propozim, ne do të ulemi së bashku me ju dhe me organet e sigurisë, do të bisedojmë, do të shohim kush dhe çka ka gabuar dhe do të sqarojmë këto punë. Do të shohim cilën tokë, cilën pronë private e ka marrë ushtria. Grumbulloni gjitha të dokumentet që i keni, do të ulemi së bashku dhe do të shikojmë ta zgjidhjen këtë problem dhe ta shohim kush duhet të shpërblet. Do me thonë, për shkak procedurës e cila u dash më kon e përshpejtume për shkak marrëveshjes Beograd-Prishtinë dhe me ndërkombëtarët, u dash më kon procedurë përshpejtume, prandaj edhe ka ardhur te ajo. Mirë po, jo bëni gati, do me thonë secili prej juve kërkesat e juaja, dorëzoni neve dhe unë ju premtoj që deri me 1 maj ose 1 qershor do të dimë dhe problemin. Atyre të cilëve ju ka marrë toka, shteti do t'ia paguajë dëmshpërblimin. Ose do t'ia paguajë pronën e cilë ju ka marrë. Por se do të ketë zgjidhje të shpejt, banorët janë skeptik. Ata e thonë këtë për shkak se premtime të tilla ishin dhënë edhe më herët nga përfaqësuesi qeveritar. Ne nuk kemi mund ndryshe se në 2004 me zotëri Çovićin, ambasadorin amerikan, kemi biseduar në këto për çdo probleme. Dhe gjithherë na ka thonë se s'ka problem, kur gjopi asaj sa mos. Për atë herë do të thonë as kemi mund të zgjidh problemet saj përket as dokumente, vendet tona, tokat tona, por kush mos ka ardhur as na çon ka ardhur në vizitu kur hiç këto e kemi këtu. Unë kam marrë sot këtu që me juve të bisedoj në 4 dhe të shohim problemet dhe të marr obligim si përfaqësuesi i qeverisë së Republikës së Serbisë për zgjidhjen e problemeve tuaja. Këtë do ta konfirmoj edhe në takimin e radhës, i cili do të sigurisht do të ndodhe me 2-3 muajve dhe do të shohim se çka kemi punu, për ato që unë e marr obligim, nëse nuk e plotësoj, unë do t'i bart pasojat e asaj, por duhet edhe ju t'i bart një pasojë nëse nuk i plotësoni obligimet që ti merrni
përgjatë këtyre bisedave. Do të mesme me shpresë që këtu nga nëse nuk vepron edhe ky se zotri Çoviçi që na ka thonë çështo. Mi se se nadamo da nećete da delujete kao gospodin Čović. Pa dobro, pazite, ali bilo je albanskih predstavnika koji godinama su na čelnim funkcijama u ovim opštinama, šta su oni odradili? Ka pasur përfaqësues shqiptarë që janë në përfunksione që sa vjeç çfarë kanë bërë ata. Prema tome, svi mi... Mundësi ma shumë e bos, s'kam bazë dorë për gjuhë. Nisu imali mogućnosti više od toga. Dobro, nećemo dalje. Njerëzit të cilët shkojnë me punu tokën, deri në bijën administrative ku përkon. Shka me bo ata të cilët kanë tokën jashta bijës administrative. Rrugës në për punkt. Lumi morava të cilën njerëzit nuk mund me kalu lumin për me dalë në tokët e veta, po pa tjetër duhen me shku në këtë për me shku të tokët e veta jashtë kufinit administrativ për me i punu. Koliko je dece iz Končulja od strane organa bezbednosti Srbije, kao što su vojska, policija i žandarmerija, povređeno ili maltretirano? U redu, znači nije bilo povređeno, nije bilo maltretirano. To mi je značajno. A da li smeju ili ne, mi ćemo ih odvesti na te prostore. Da se ostvare kontakt sa vojskom, sa policijom i žandarmerijom. Znači, mi ćemo ih zajedno odvesti, evo ja vas pozivam, uzmemo decu, da vide šta je vojska, da vide šta je žandarmerija, da vide šta je policija. Bashkëbisedimi sotëm nuk është se kaloi edhe aq qetë. Vendi kom që 200 vjetë dhe marzlëkin ma kalon stërgjyshin. Već 200 godina mi čuvamo ovce. Ka u kondonja pa ato, ma lop të i kanë ra. Edhe lop kinu ki godë dhe kime që da të rilop i ka rrit dhe shlan ato i majtë. E me put gjallën edhe dhe gajtë, që tha ki do një thmija u zonë thmija e me dorë se të shukaj që të ndonë me kry nevoj në bërë, je pëndër në ranë. A dogovorili smo se. Umoram već. Znači... Šumu da nemamo mi ovde, ja se sebe gaši. I stočarstvo, 1 minut da sedim da ne ostavim familiju. Pa neka ostane sve pusto. To traži naša opština da vam pravi. Kako je život? Kako vi kažete, koja sloboda je ovde? A šta vam se dešava kad prelazite? Svaki dan, znamo, ne sme niko da izađe van. Sebe svorniče što kurkušno to. Svaki dan. Për herë që kjo. Është zhvilluar sot takimi i përbashkët në mes të kryetarëve të komunave të Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës me ambasadorin e Britanisë së Madhe në Serbi, Michael Davenport. Ragmi Mustafa, Nagip Arifi e Slobodan Drašković kanë kërkuar nga ambasadori Davenport që si përfaqësi diplomatike të ndikojë tek qeveria serbe që të intensifikohet interesimi i saj kundrejt zgjidhjes së problemeve në këto komuna. Në takim është biseduar edhe për problemet e përbashkëta që ka lugina e Preshevës, sidomos problemet politike. Jemi këtu mos mbetet pa përshëndet ekselencën e tij, ambasadorin e Britanisë Madhe, që gjithmonë ka gatishmëri të vizitoj Preshevën, Bujanocin e Medvegjën. Sot është një takim i veçantë sepse në një takim përbashkët të kryetarët e komunave Preshevë, Bujanoc e Medvegj në kabinetin e kryetarit Arifi në Bujanoc është zhvilluar një takim shumë konstruktiv, miqësor. Padyshim ambasadori i shumë interesuar për gjitha problemet politike që atakojnë, sidomos në periudhën kohore që kam nga muji janare këtej, kaluan më se 3 muaj që relativisht ato tensione politike ishën të ngritura, por i përkështuar bashkë me homologët e tij, ambasador të vendeve të tjera në Beograd, për ndihmuar zgjidhjen e këtyre proceseve dhe për të inkurajuar politikën shqiptare, madje dhe institucionet në luginën e Preshevës, në mënyrë që me paqë, absolutisht me bisedime, mbi tryezën e bisedimeve zgjidhen gjitha problemet kontestuese. Dhe këtë drejtim dha mbështetjen edhe të aktiviteteve tjera që bëhen në jetën e përditshme në institucionet e pushtetit vendor, përkatësisht lokal, si në fushën e zhvillimit ekonomik, në fushën e zhvillimit të arsimit, madje dhe
shëndetësisë dhe gjitha sferave tjera që janë më rëndësi të veçantë për qytetarët tanë. E pas këtij takimi, ambasadori i Britanisë së Madhe Michael Davenport ka marrë pjesë në përfundimin e kursit të gjuhës serbe nga ana e të rinjve shqiptar. Në këtë kurs, ku bashkëfinancuese ka qenë ambasada e Britanisë së Madhe me trupin koordinues, kanë mësuar gjuhën serbe 310 të rinj shqiptar nga Lugina e Preshevës. E gjatë ditës së premte, zona industriale Qukark është në fazën finale. Kjo është kumtuar në takimin e ditës së premte, datë 29 mars. Dhe për këtë arsye, autoritetet e pushtetit lokal po bëjnë gjithçka që kjo zonë planifikohet në mënyrë të detajuar. Gjatë konsultave të kësaj dite janë dhënë sugjerimet edhe nga përfaqësuesi e komunës Preshevës, ku janë përcaktuar parcelat për investitorët që do të kenë mundësi zgjedhje varësisht nga biznesi i tyre. Zona industriale Qukark konsiderohet shpresa e vetme e zhvillimit ekonomik në Preshev, dhe për këtë arsye autoritetet e pushtetit lokal po bëjnë gjithçka që kjo zonë të planifikohet në mënyrë të detajuar. Gjatë konsultave janë dhënë sugjerimet nga përfaqësuesit e komunës Preshevës, ku janë përcaktuar edhe parcelat që investitorët do të kenë mundësi zgjedhje varësisht nga biznesi i tyre. Zona industriale Qukark ka një hapësirë prej 16 hektarësh, ku financimi i planifikimit detaj është bërë nga progresi i delegacionit evropian. Sipas kryetarit komunës Ragbi Mustafa, të gjitha kushtet do të bëhen me standarde evropiane. Këtë vit kemi lidhur kontratën përfundimtare e cila çon drejt projektimit detaj të zonës industriale Qukark. Në këtë kontest shtëpia projektuese Vele Group e Vranjës ka marrë përsipër që këtë projekt të realizoj, natyrisht duke hyrë në një garë në prokurimi publik që ka të bëjë me ndërtimin e zonës industriale dhe infrastrukturën përcjellëse. Ka të bëjë projektin për kanalizimet fekale, për derdhjen e ujrave atmosferik, madje projektin për ndërtimin e rrugëve, infrastrukturës rrugore për brenda zonës industriale dhe ofrimin e rrjetit elektroenergjetik i cili do të furnizojë në të ardhmen zonën industriale me energji elektrike për ngasje elektromotorike. Zona industriale Qukark është në fazën finale dhe mbështetje për realizimin e këtij projekti gjigant ka dhënë edhe Ministria për Zhvillim Regional. Me autoritetet e pushtetit vendor kemi diskutuar ndarjet e parceleve në kuadrat të zonës industriale që ka përgatitur një propozim shtëpia projektuese Vele Group e Vranjës, ndërkohë kishte disa propozime të tjera të cilat do të inkorporojë kjo shtëpi projektuese dhe debati do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Punët kanë filluar dhe presim diku gjë në muajin qershor, eventualisht korrekt që të kryhet projekti i rregullimit të infrastrukturës brenda zonës industriale në mënyrë që të gjejmë fonde për ndërtimin e asaj zone në mënyrë që investitorëve potencial, qoftë vendor, qoftë nga Europa perëndimore apo vende tjera të botës që janë të interesuar me industritë e tyre të jenë prezente në Preshev, duke i joshur padyshim ne me kapacitetet që kemi të fuqisë punëtore, me gatishmërinë dhe beneficionet tjera që do t'i përgatitë komuna për ata, në mënyrë që të fillojë një herë përgjithmonë zbutja papërësisë, të fillojë një herë përgjithmonë punësimi edhe në komunën e Preshevës, sepse është një projekt i cili jep shpresa të mëdha qytetarëve të territorit komunës Preshevës. Zona industriale Qukark do të realizohet në faza, ndërsa kostoja do të jetë mbi 1 milion euro. Zhvillimi i qëndrueshëm përbën prioritetin e parë ekonomik e social për pushtetin lokal në Preshev. Zona industriale Qukark shihet si rruga për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik e social, si ndërheqjen e investimeve private në veprimtaritë prodhuese për vend dhe për eksport, rritja e qëndrueshme e punësimit, tërheqja e teknologjive të përparuara, zgjerimi i lidhjeve dhe shkëmbimeve ekonomike dhe tregtare me vendet e rajonit dhe më gjerë. Ndërsa ditën e shtunë në datë 30 mars e ka karakterizuar një organizim i evenimentit kulturor, është promovuar libri me titull Dasma shqiptare në Preshev dhe rrethìn, dikur dhe sot në kuadër të shoqatës për trashëgimi dhe krijimtari kulturore në Preshev. Këngët e dasmës që janë praktikuar në Luginë Preshevës përgjithsisht kanë sjellur edhe mentalitetin, psikologjinë, raportet familjare dhe shoqërore në kohë të ndryshme. Informacioni nga këto vijnë edhe për nivelin ekonomik, për veshjet e nuseve dhe të tjera. U promovua libri me titull Dasma shqiptare në Preshev dhe rrethìn, dikur dhe sot.
në kuadër shoqatës për trashëgimi dhe krimtari kulturore në Preshev. Kryetari i shoqatës Xhamaledin Saliu në ceremoninë e promovimit të librit foli për aktivitetet që kanë zhvilluar gjatë kësaj kohe në ruajtjen dhe kultivimin e kulturës preshevare. Shoqata për trashëgimi do ta vazhdojë me gjithë elanin dhe potencialin e saj, veprimtarinë dhe aktivitetet e saj në kultivimin, ruajtjen dhe mbrojtjen e trashëgimisë natyrore dhe kulturore të luginës së Preshevës. Fjalë hyrëse kishte profesor doktor Agron Xhagolli nga Instituti Popullor i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Këngët e dasmës që janë praktikuar në luginën e Preshevës përgjithsisht sjellin edhe mentalitetin, psikologjinë, raportet familjare dhe shoqërore në kohë të ndryshme. Informacioni nga këto këngë vijnë edhe për nivelin ekonomik, për veshjet e nuseve dhe të tjera. Në këngë të ndryshme gjejmë edhe një inventar jo vetëm të veshjes së nusës, duke përmendur tjera këto elemente: anteria, përtaci, jelek, duvak, kapuçi me pare, dimit zeze, lahori, shami, bojxhaki e tjera. Nuk lihet pa u vlerësuar dhe aftësia që ndisjes së elementeve të ndryshme të veshjeve nga ana e nusës, ndaj në këngë gjejmë urimin Klum Gjergjefi. Libri që kemi në përduar është goxha botim dinjitos. Çdo libër i mirë përbën ngjarje për një komunitet të caktuar dhe të interesuar për tematikën përcjellëse. Por, kur është fjale për dasmën në Preshev dhe rrethina, besoj se nuk kemi të bëjmë thjesht me interesimin e një komuniteti të ngushtë. Baza e këtij interesimi zgjerohet dhe do të zgjerohet gjithnjë më shumë. Nuk ka dhe nuk mund të ketë trajtesa apo botime të përgjithshme rreth dasmës shqiptare, pa njohur dhe pa përfshirë në to dhe dasmën në Preshev dhe rrethina. Siç jeni dhe ju me dije, pa frikë mund të shtrojmë pyetjen: cili studios apo individ i interesuar do të mund të gjente burime më të pranueshme dhe më të besueshme se sa në një botim të tillë si ky që po e përurojmë sot. Shprehem në këtë mënyrë pasi këtu në këtë botim janë përfshirë jo thjesht 24 kumtesa të mbajtura gjatë tribunës shkencore, por dhe punime të zgjeruara, të cilat rrokin në këndvështrime të ndryshme pothuajse të gjithë problematikën e dasmës shqiptare në Preshev dhe rrethin, dikur dhe sot. Mund të them me plot gojën se tashmë, kur çdo që do të thotë diçka më shumë për dasmën në Preshev dhe rrethina, me do e mos duhet i drejtohet të paktën kësaj përmbledhjeje, edhe në rastet kur mund të ketë objekcione rreth trajtesave të caktuara. Redaktori i librit Ferit Selimi dhe profesor doktor Mustafi Ibrahimi kanë folë për rolin e librit Dasma Shqiptare. Studiusit nga trojet shqiptare që aktivisht merren me studimet të folklorit popullor, secili në mënyrën e vet e dha kontributin për zbardhjen e shumë ndodhive brenda këtij institucioni të quajtur dasmë, e që madhështuan jo vetëm atë tribun, por begatuan edhe këtë libër që sot po e promovojmë. Unë nuk kam dashur të hyj në analizë secilit studim ose secilës kumtesë, sepse nuk e kam parë të arsyeshme që punët studimore të autorëve që kanë nënshkruar punimet e tyre të bëheshin temë trajtese në këtë promovim, por të promovohet libri në tërësi si një dokument që do të mbetet gjallë për shumë kohë, mbase ne nuk do të ekzistojmë. Ky libër me të vërtet jep një dëshmi historike jo vetëm për etnokulturën, etnolingvistikën dhe folklorin në përgjithësi të këtij rrethi, por në përgjithësi edhe për kulturën shqiptare. Në ceremoninë e sotme solemne kishte edhe fjalë përshëndetëse nga zëvendës kryetari i komunës Preshevës Skënder Dostani, i cili potencoi se identiteti shqiptar ruhet përmes dokeve dhe zakoneve shqiptare tradicionale. Duhet i kthehemi atyre zakoneve nëpërmes kësaj libre që dasmat, zakonet tona, adetet tona, t'i ruajmë, t'i kultivojmë dhe me dashuri t'i respektojmë ato, sepse pa ruajtjen e tyre nuk kemi identitet. Identiteti shqiptar ruhet përmes adeteve dhe kulturës shqiptare. Studiusit e traditës dhe kulturës shqiptare kanë konstatuar se me botimin e librit Dasma Shqiptare në Preshev dhe rrethin, dikur dhe sot, vullos historinë e popullit shqiptar. Të nderuar teleshikues, me këto kronika përmbledhëse, ne karakterizuam edhe rubrikën e përjavshme e javorit në radio televizionin Presheva. Ju falenderojmë për vëmendjen, bashkë natën e mirë.